pyetja për neve është sa është e madhe dëshira të jemi në xhennet me Rasulullahin alayhi salatu wassalam. Sa kemi lutur Allahun Azza wa Jall sinqerisht në sejdë na bëj prej shoqëruesve të pejgamberit alayhi salatu wassalam në xhennet. A na ka shkuar ndonjëherë ndërmend si ta arrijmë këtë pozitë lartë? Nëse bëhet pyetja cila është dëshira jote më e madhe? Cila është dëshira e zemrës tënde? Çfarë ëndron më shumti në këtë jetë? Njerëzit të rregullt i bëjnë apo i kanë do ëndra dhe do dëshira dhe i përsërisin në mendet e tyre. Dhe shumica e tyre nuk largohen nga këto që do t'i ceki. Me siguri se mendon të kesh shumë pasuri, të jesh i pasur. Ta kesh një shtëpi të madhe, gjanë, të rahatshme, ti kesh ndoshta edhe disa vetura luksoze, ta kesh një punë të mirë që të nderon para njerëzve, dhe gjitha këto dëshira dhe ëndra janë normale. Nuk është mëkat të dëshirosh dhe të ëndrosh, sepse njeriu pa ëndra dhe pa dëshira nuk mundet me bë plane. S'parjerë dëshiron, ëndron dhe pastaj i bën planet edhe mundohet ato plane me i realizu. Po sot dua ta bëj një pyetje tjetër, një pyetje që është më e rëndësishme. Dua që secili prej jush ta bëj këtë pyetje. Cila është dëshira ime për botën tjetër? Cila është dëshira më e madhe e imja për botën tjetër, për ahiretin? A kemi menduar se si do të jetojmë në botën tjetër? Shumica e njerëzve lodhemi, mundohemi shumë për këtë botë, sa që na bon me i harrua botën tjetër. Harxojmë aq shumë energji për t'i arrit disa kënaqësi të kësaj bote dhe na bon me harru botën tjetër. Aq shumë që mendojmë nuk kemi kohë të mendojmë për botën tjetër që është ma e rëndësishme. Punojmë ditë e natë. Mendojmë vazhdimisht. Sakrifikojmë kohën edhe shëndetin që të arrijmë diçka nga kjo dynja. Ndërsa për ahiretin, rrallë na shkon mendja, zemra është e ftohtë dhe nuk rreh fort për botën tjetër, për botën e amshushme. Po e marr një shembull të thjeshtë për ta kuptuar dallimin si është me u përgatit për këtë botë edhe për botën tjetër. Sikur ti kishe dy shtëpi, dy vendbanime. Njërën e përdor vetëm 1 orë në ditë, ndërsa tjetrën e përdor 23 orë, edhe pse krahasimi nuk është i drejtë, pra ka më shumë dallim se sa kaq. Cilës shtëpi do t'i kushtojë më shumë rëndësi? Asaj që do të banon ton 1 orë në ditë, apo asaj që do të banon ton 23 orë në ditë? Cilën do ta rregulloje më mirë? Padyshim, çdo njeri do të kishte thënë se do të kujdesesh, do ta rregullosh, do ta bosh gati shtëpinë ku ki me qëndru më gjatë. Shtëpinë ku ki me qëndru 23 orë, e jo asaj 1 orë. E në realitet,
çka bëjnë shumica e njerëzve? E harxojnë gjithë mundin dhe kohën për këtë botë. Ku qëndrimi është i shkurtër, ndërsa e harrojnë ahiretin. Që ajo është në të vërtet shtëpia dhe vendbanim i përhershëm. Shumica e njerëzve e rregullojnë shtëpinë ku do të rrinë 1 orë dhe e harrojnë shtëpinë ku do të qëndrojnë atje kohën më të gjatë dhe përjetësisht. Allahu Azza wa Jall në Kur'an, në shumë ajete, na kujton këtë realitet që ne duhet të largohemi, mos të mendojmë kështu. Allahu Azza wa Jall thot: "Ya qaumi innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mata' wa inna al-akhirata hiya darul qarar." O njerëz, kjo jetë e kësaj bote është vetëm kënaqësi e përkohshme. Është kënaqësi e përkohshme, e kufizuar, e shkurt, ndërsa ahireti është vendbanim i përhershëm. Në ajetin tjetër thot: "Bel tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa." Por ju i jepni përparësi jetës së kësaj bote, ndërsa ahireti është më i mirë dhe më i qëndrueshëm dhe nuk mbaron kurrë, nuk është i caktuar. Një sahabi i thjesht, një shok i Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka qenë prej komandantëve të mëdhenj, as prej njerëzve të pasun, nuk ishte as nga paria e Kurejshve apo i Ensarve, po ky e ka pas në zemër një thesar që nuk ka çmim. Një thesar që nuk blihet as me arë, as me argjend. Ai zemrën e kishte të mbushur me dashnin ndaj Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ishte rob i thjesht, i devotshëm dhe shërtor besnik i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk u ndante nga pejgamberi alayhi salatu wasalam as natën e as ditën. E shërbeu me trupin e tij, Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, dhe e deshi me gjithë zemër. Shpirti i tij shkrihej nga malli për ta. Ky sahabi i kishte emrin Thauban, Maula Rasulillah. Thauban, shërptor i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një ditë prej ditësh, pejgamberi alayhi salatu wasalam hyri tek ky sahabi dhe e gjeti të ulun në një cep të shtëpisë. Sytë e këtij sahabiu ishin të mbushur me lot dhe ishte fort i mërzitur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pa në këtë gjendje, i u afrua dhe i tha: "Ç'ke o Thauban, çka ke? A mos ke uri? A mos je i smur? A mos ke ndonjë gajle që të shqetëso ka shumë?" Atëherë Thaubani, duke u dridhë zani, thot: "O i dërguari i Allahut, nuk kam smundje e asuri, por e kam një gajle të madhe. Kur nuk të shoh, më merr malli shumë për ty. Gjatë ditës ndonjëherë po ndahemi, në udhëtime, kështu, pa. Kur nuk të shoh, mbjerr malli për ty. Sa jemi gjallë, vi, të shoh dhe më largohet ajo mërzi. Sot më kujtua, thot, ahireti. Më kujtu ahireti, e di se kur do të hysh në xhennet, do të jesh në shkallët më të larta të xhennetit, do të jesh me pejgamberët, me të zgjedhurit e Allahut. Ndërsa unë, thot,
unë nëse hynë xhennet, do t'jem në një shkallë më të ulët se e jotja. E nëse nuk hynë xhennet, nuk do të shoh më kur. Subhanallah. Çfar halli dhe mërzia ka pas ky njeri. Sa të pastër dhe sa të qiltër i kanë pasur zemrat shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sa të sinqert e kanë pasur dashnin për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Kjo ishte gjendja e Thaubanit, shërtorit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po gjendja ime dhe jotja, si është? Zemrat tona, a kanë mall për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç kishte mall Thaubani radiallahu anhu? A kanë mjaft dashni që të paktën kur të përmendet emri i tij, të dridhet nga malli dhe respekti? Qoni salavatën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Nëse nuk hynë xhennet, ja Rasul Allah, nëse unë hynë në xhennet, do t'jem në një shkallë më të ulët se e jotja. E nëse nuk hynë xhennet, nuk do të shoh më kurrë. Subhanallah, para se të fliste pejgamberi alayhi salatu wassalam, qofte edhe një fjalë. Pra, Thaubani po i thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe Rasulullahi alayhi salatu wassalam, Allah nuk kishte kohë me fol, derisa Allahu azza wa jall po e zbret Gjibrilin alayhi salam. Nuk ishte dhënë përgjigje Allah, zbret Gjibrili me një ajet, me një mesazh nga Allahu i Madhërisëm. Një mesazh i madh që është përgëzim për besimtarët e sinqert deri në ditën e Kiametit. Një përgëzim që na i kënaq zemrat dhe nuk shuhet kurrë. Allahu azza wa jall po e zbret ajetin: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit e tij, kush i dëgjon fjalët e Allahut dhe të pejgamberit alayhis salam dhe i praktikon ato, ata do t'jenë me ata që Allahu i ka begatuar prej pejgamberve, prej të sinqertëve, dëshmorëve dhe të mirëve. Ah, sa shoqëri e bukur është kjo. Pra Allahu azza wa jall po zbret ajetin, edhe po i thot Thaubanit: o Thauban, ti bindju Allahut dhe të dërguarit e tij, dhe ti do t'jesh me atë që po e don. Ti do t'jesh me pejgamberin tonë që ti po e don. Elhamdulillah, elhamdulillah, sa nder i madh për besimtarët. Kjo ishte ëndra dhe dëshira e të gjithë sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tjetonin me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Të vdisnin me shpresën se do t'jenë në xhennet me ta. Kësi lloj transmetime i kemi prej disa sahabëve që e kanë pas gajle dhe breng qysh do të ndahen nga pejgamberi alayhis salam. Edhe kjo është vërejt kur vdiq pejgamberi alayhis salatu wassalam, si kur që transmetohet kur e po shkruajnë sahabët, thot pejgamberi alayhis salam kur hyrin në Medinë, shëndriti Medinja. Ndërsa në ditën që vdiq pejgamberi alayhis salatu wassalam, Medinja u bë e zymt.
e kanë pas shumë të vështirë ndarjen me të dashurin e Allahut, me të krijesën më të mirë të Allahut subhanahu wa taala për njerëzve. Zemrat e tyre nuk ishin të lehtë lidhura pas interesave të kësaj bote, por rrihnin fort nga malli për Rasulullahin alayhi salatu wassalam dhe arritjes kënaqësisë së Allahut të madhruar. Tani bëhet pyetja, sa është e madhe dëshira të jemi në xhennet me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ne, pyetja për neve është, sa është e madhe dëshira të jemi në xhennet me Rasulullahin alayhi salatu wassalam. Sa kemi lutur Allahun azza wa jall sinqerisht në sejdë, na bëj prej shoqëruesve të pejgamberit alayhi salatu wassalam në xhennet. Na ka shkuar ndonjëherë ndërmend si të arrijmë këtë pozitë lartë. A e bëjmë mend, sikur që e bëjmë mend të bëhemi të pasur, ta kem atë në këtë dynja. A të shkon mendja të jesh afër pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ju jap myshde, ju përgëzoj se pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka paralajmëruar se kush dëshiron të jetë afër tij është e mundshme. Kush dëshiron të jetë afër pejgamberit alayhi salatu wassalam është e mundshme. Secili prej nesh është e mundshme të jetë me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam në xhennet. Po duhet të bëjmë disa vepra dhe ai na ka mësuar se çfarë të bëjmë, çka të bëjmë. E nëse i bëjmë ato, inshallah do të jemi me të sallallahu alaihi wasallam. Cilat janë ato vepra? Çfarë të bën ty shoqërues të pejgamberit alayhi salatu wasalam në xhennet? Çfarë të ngren në atë grad ku nuk ka ndarje më kurrë? Po i përmendi disa prej tyre. Të gjitha këto që do t'i përmendi janë të argumentuara me ajete dhe hadithe të sakta të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Vepra e parë është dashuria për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Dashuria e sinqertë për pejgamberin alayhi salatu wassalam dëbon t'jesh afër tij në xhennet. Transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Enesi radiallahu anhu se një njeri e pyeti pejgamberin alayhi salatu wassalam për kiametin dhe ai tha: Ja Rasul Allah, kur do të bëhet kiameti? Pejgamberi alayhi salatu wassalam u ndal për një moment, sepse bëri pyetje të madhe, pyetje të rëndë. Dhe i tha: Mirë ti, wejhaka, çfarë ke përgatitur për atë ditë? Jetu pyet, jetu bëni pyetje për një ditë shumë të rëndë, shumë të vështirë. Çfarë ke përgatitur për atë ditë? Ma e udhës është përgatitesh për atë ditë, kur të dalësh para Allah subhanahu wa taala, se sa të pyesësh për kohën kur do të ndodhë. Ai thot: asgjë të veçantë ja Rasulullah. Nuk kam përgatit diçka të veçantë, përveç se e dua Allahun dhe të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i pëlqeu përgjigja dhe tha: ti do t'jesh me ata që i do. Në botën tjetër, njeriu do t'jetë me ata që i do. Enesi radiallahu anhu thot: nuk kemi gëzuar ndonjëherë për diçka ashtu siç u gëzuam për fjalën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Dëgjoni vëllezër. Dëgjoni se këto fjalë i kanë dridhë zemrat e njerëzve të mëhershëm, duhet na dridhin edhe neve sot. Ti do t'jesh me ata
që i do. Enesi radiallahu anhu, kur po e dëgjon këtë hadith, po thot nuk kemi përjetu ditë më të bukur se sa ajo ditë, kur na tha pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë fjalë. Pastaj Enesi radiallahu anhu, pse u gëzua? Thot, unë e du Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. E dua Ebu Bekrin, e dua Omerin, dhe shpresoj t'jem me ta për shkak të dashnësime të sinqertë që e kam për ta, edhe nëse nuk kam vepruar si për ta. Edhe ne themi, e duam Allahun, e duam pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe themi që Allahu t'jetë dëshmitar dhe ju gjithë, se e duam pejgamberin alayhi salatu wassalam, e duam Ebu Bekrin, e duam Omerin, e duam Othmanin, e duam Aliun, i duam gjithë sahabët, i duam gjithë njerëzit e drejtë, gjithë njerëzit e mirë, dhe shpresojmë për dashnin që kemi për ta njerëz, t'jemi në xhennet me Allah, në xhennet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dashuria sinqert për Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam dhe për njerëzit e mirë është shkak që njeriu t'jetë me ta në botën tjetër. E dyta, shtimi i namazit dhe i sejdave për Allahun e madhruar. Transmeton Imam Muslimi nga Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, i cili thotë: qëndroja natën në shërbim të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Sahabe që e kanë shërbye pejgamberin alayhi salatu wasallam, i kanë nejt afër për çdo nevojë që e ka pas. Ndoshta nuk ka pas nevojë të jenë rreth tij, mirë po ata kanë nejt që nëse pejgamberi alayhi salatu wasallam për një moment ka nevojë për diçka, kanë vrapu me shërbye pejgamberin alayhi salatu wasallam. Ky thot, ja çoja ujin për abdes dhe gjërat që i duheshin. Çka ka pas pejgamberi alayhi salatu wasallam nevojë, ja ka marrë. E një ditë pejgamberi alayhi salatu wasallam tu e pa këtë hizmet, këtë shërbim sinqert këtij sahabiu, i thot: a ke nevojë për diçka? Më thuj, më kërko, a ke nevojë për diçka? Masi ti po më bën ka shumë hizmet. Ndoshta edhe unë muj me ta kthyj ata. Ai thot, radiallahu anhu: es'aluka murafaqataka fil jannah. O i dërgumi Allahut, kërkoj dhe dua shoqërinë tënde në xhennet. Dua të jem në xhennet me ty, ja Rasulullah. Ai thot, po diçka tjetër, do thonë ma të afërt, që ke nevojë ndoshta sot apo nesër. I thash, jo, ja Rasulullah, vetëm një kërkesë kam. Për gjitha këto tjerat ja bëj qarën. Problemin dhe gjën më të madhe që mund ta kem është mos të hyj në xhennet, dhe të jem larg teje. Thot, e kërkoj shoqërinë tënde, ja Rasulullah. Pastaj pejgamberi alayhi salatu thot, më ndihmo për këtë duke bërë shumë sejdë. Unë do ta lusë Allahun azza wa jall, mirë po ti do të bësh diçka. Çfarë? Të falësh shumë, të bësh shumë sejdë. Pejgamberi alayhi salatu t'ja jep udhëzimin e qartë, bën shumë namaz dhe bën shumë sejdë. Sa më shumë namaz me sinqeritet, sa më shumë sejdë, aq më shumë afrohesh tek Allah subhanahu wa taala dhe fiton nderin e shoqërisë me të në xhennet. Morali i mirë të bën shoqërues të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam në xhennet. Morali i mirë dhe i lartë të bën shoqërues të pejgamberit alayhi salatu wassalam në xhennet. Shënon Imam Tirmidhiu nga Jabir ibn Abdullah se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thot: inna min ahabbikum ilayya
wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa. Më të dashurit për mua dhe më afër meje në ditën e Kiametit janë ata që kanë moralin më të bukur, ata që kanë sjelljen më të mirë, ata që kanë etik në çdo gjë. Pastaj thot: wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawm al-qiyamah الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. Ndërsa më të urryerit, kujdesni vllazni, më të urryerit dhe më larg pejgamberit alayhi salatu wasalam ditën e Kiametit janë llafazanët, ta që folin shumë e punojnë pak e hiq. كثرة الكلام يؤدي الإنسان إلى كثرة الأخطاء. Shumë me fol, çti me ba sa ma shumë gjunahe dhe mëkate. Sepse për çdo fjalë që e thu, duhet seriozitet dhe do të përgjigjesh për ata para Allah subhanahu wa ta'ala. Pra, larg pejgamberit alayhi salatu wasalam janë llafazanët. Se pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka qenë llafazan. Të mirët shkojnë me të mirë, të këqijt shkojnë me të këqijt. Pejgamberi alayhi salatu wasalam apo llafazanët nuk mundën me kanë afër tij, nuk e meritojnë atë vend. Pastaj thot: ata që flasin me krenari, flasin dhe gjatë fjalimit të tyre tregojnë një farë krenaria dhe pëlqimi vetvetes. Edhe këta janë larg, se pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: ata që krenohen dhe ata që kanë mendje madhësi, sa një grimc, ata nuk do ta shijojnë erën e xhennetit. Dhe fjalën e fundit thot: wal mutafayhiqun. Shokët e pejgamberit alayhi sallam nuk e kuptuan këtë fjalë dhe i thanë: ja Rasulullah, ath-thartharun wal mutashaddiqun. E kuptuan llafazanët ata që kur flasin me krenari. Po kush janë el mutafayhiqun? Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha: mendje mdhejt. Ata që e njihin veten se janë superior, janë më të lartë se të tjerat. Unë rrjedh për kësaj familjes, baba im ka qenë kështu, gjyshi im ka qenë kështu, axhallaret i kam kështu, dajet e tezet i kam ashtu kështu, krenohet me çdo send dhe e nin me të vërtet veten që është mbi të tjerët. Të tjerët kur flasin nuk kanë vlerë. Ndërsa unë kur flas duhet me më dëgju. Këta janë larg pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe nëse kanë vepra të tjera të mira, edhe nëse kanë namaz, kanë zeqat, i kanë punë të tjera. 4. Kujdesi për jetimet të bën shoqërues të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam xhennet. Transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Sahel ibn Sa'd as-Sa'idi se Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: unë dhe ai që kujdeset për jetimin do të jemi në xhennet kështu. Dhe bëri me shenjë me gishtin tregues dhe të mesit duke i afruar pranë njëri tjetrit. Kujdesi për jetimin, qoftë me pasuri, qoftë me edukim, qoftë me mbrojtje, me çdo gjë, e ngre besimtarin në një pozitë shumë të lartë. Aq sa e bën shoqërues të pejgamberit alayhi salatu wasalam xhennet. Pra, kush ka mundësi, kush ka pasuri, kush ka aftësi, le ta merr përgjegjës, le të bëhet përgjegjës, le ta merr përgjegjësinë të kujdeset për një jetim. Jetim ka në shumë vende dhe mja u pagua
pensionin atyne, një ndihmë të vogël, kujdesje çka ju duhet atyne mujore, kjo konsiderohet inshallah kujdesje e jote për jetimin. Kujdesja për jetimin ka shumë dobi në dynja në ahiret. I njoh disa vëllezër që kujdesin për jetimet, thënë wallahi, do njëherë kam thënë, do të kujdesem për një jetim, o Allah, ma shto bereqetin. Thot, aq shumë mu ka dok i madh bereqeti, në krahasim se për një jetim që po kujdesem, sa që më ka ardhë marrë tur prej vetës, me u ndalë me u kujdes vetëm për një jetim. I ka marrë edhe 4 jetim tjerë. Edhe i kam dhënë rrogë për ata. Kur i kam bën 5 jetim, Allahu Azza wa Jall ma ka çu bereqetin shumë më të madh dhe mu ka dok se shumë e vogël është kjo shumë e të hollave që kujdesen për jetimet, e ka shtu kështu për 20, 30 e nuk e di se për sa jetima, domethënë, kujdeset sot. Pra kjo kujdesje t'jep bereqet në dynja. Shpërblime Allahu Azza wa Jall e di se sa merr, mirë po të bën edhe me qenë afër pejgamberit alayhi salatu wassalam xhennet. Ai që kujdeset për jetimin, do t'jetë afër pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nën 5, edukimi i mirë i vajzave të bën shoqërues të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam xhennet. Pejgamberi alayhi salatu wassalam po i veçon vajzat, sepse në atë kohë nuk janë trajtuar mirë. Ata që kanë pas vajza, ata e kanë ndije veten të nënçmuar. Ata kanë një veten jo të nderuar prej Zotit. Me pas vajza në shtëpi, kanë thënë është turp. Dhe tregohen histori dhe ngjarje se ndonjëherë edhe i kanë varrosur përderisa ishin gjallë. I kanë varrosur fëmijët e tyre vajza për së gjalli. Islami ka ardhur dhe ka hek komplet këtë. E ka luftuar rreptësisht dhe e ka konsideru sikur vrasje e çdo birit Ademit a.s. Nga Anas ibn Malik transmetohet se Rasulullah s.a.s. ka thënë, kush kujdeset dhe i edukon 2 vajza, ka transmetim 3 vajza, derisa ato të rriten, në ditën e gjykimit do t'jemi unë dhe ai kështu në xhennet dhe i bashkojnë 2 gishtat e tij. Kështu do t'jemi në xhennet me kujdestaren e vajzave apo me prindin që ka vajza dhe i edukon ato siç duhet. Kush i trajton vajzat me mëshirë dhe drejtësi, duke i edukuar me moral dhe besim, e fiton shoqërinë e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam në xhennet. Kjo tregon nderin e madh që Islami ia jep vajzës dhe përgjegjësinë e prindrit ndaj saj. 6. Ai që beson në Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam pa e pa. Kjo vlen për neve, se ne nuk e kemi pa pejgamberin alayhi salatu wasalam. Ata të cilët kanë besu pejgamberin alayhi salatu wasalam pa e pa, do t'jetë shoqërues i tij në xhennet. Në Sahihun e Imam Muslimit transmetohet nga Abu Huraira radiallahu anhu se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doli një ditë në varreza dhe tha. Pejgamberi alayhi salatu wasalam shkoi e kishte zakon të i vizitoj varrezat për ta kujtuar vdekjen. Thot, Assalamu alaikum dara qaumin mu'minin, wa inna insha Allahu bikum lahiqun. Pejgamberi alayhi salatu ja kujtojke vetës vdekjen, po i çojke selam të vdekurve dhe bëjke dua për të vdekurit. Thot, paqja qof mbi ju, o banor besimtar të këtyre varreve. Edhe ne, nëse do Allahu, do t'ju bashkohen.
Pra kjo është duaja që du të me bën njeriu kur të hyn bareza. Pastaj pejgamberi alayhis salam thotë: "Wadidtu anni qad ra'aytu ikhwanana." فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي thot pejgamberi alayhis salam, sa do doja të i shihja vëllezërit e mi. Sa kishëm pas qef me i pa vëllezërit e mi, pejgamberi alayhis salam. Ata thanë shokët e pejgamberit alayhis salam, pranishmit: "O i dërguari i Allahut, a nuk jemi ne vëllezërit e tu? Këtu na ke." Ai tha: "Jo, ju jeni shokët e mi, ju jeni shoqëruesit e mi, ju jeni këtu. Vëllezërit tanë janë ata që ende nuk kanë ardhur. Më besojnë pa më pa, Allah nuk kanë ardhur. Ata do të vinë mbrapa. Allahu na bëft prej tyne." Thot, unë do t'i pres ata te haudi, ditën e gjykimit. Unë do t'i pres te haudi, aty ku jep ujë pejgamberi alayhis salam. Sahabët thanë: "O i dërguari i Allahut, si do t'i njohësh ata? Ditën e Kiamet do të ketë shumë. Si do t'i njohësh ata që vinë pas teje dhe janë prej ummetit tënd?" Pejgamberi alayhis salam ja u bën të qartë dhe të kuptueshme. Thot, nëse ndonjëri prej jush i ka disa kuaj që ballin dhe kamët i kanë të bardha. Janë të zi, ballin dhe kamët i kanë të bardha. Në mes kuajve të zi, a do të i ketë vështirë me i dallua? Ata thënë: "Jo, ja Rasulullah." Pastaj thot pejgamberi alayhis salam, ata do të vinë ditën e Kiametit me fytyra dhe gjymtyr të ndritshme nga abdesi. E ky është një mysh dhe një lajm i mirë për besimtarët që falin namazin dhe që marrin abdes me kujdes. Edhe kur të merr abdes me kujdes dhe me nijet se këto gjymtyr që ti po i lan sot do të shëndrisin ditën e Kiametit. Edhe nëpërmjet kësaj drite do të dallon pejgamberi alayhis salam tek haudi. Thot, dhe unë do të i pres ata të haudi. Kjo është një nder i madh për besimtarët e sotëm, të cilët i besojnë sinqerisht Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, pa e parë me sy, e ndjekin sunetin e tij dhe e ruajnë imanin dhe fenë e tyre. Kjo të bën të jesh në xhennet me të insha Allahu azza wa jall. 7 dhe e fundit, dërgimi i shumt i salavateve për pejgamberin alayhis salatu wassalam të bën shoqërues të tij në xhennet. Shënon Imam Tirmidhiu nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu se Rasulullahi alayhis salatu wassalam ka thënë: "Njerëzit më të afërt me mua në ditën e Kiametit janë ata që më dërgojnë më së shumti salavate." Më afër meje ditën e Kiametit dhe në xhennet do të jenë ata të cilët më dërgojnë më së shumti salavate. Thënë: "Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammed." Edhe ka format ndryshme. Imam al-Manawi e shpjegon këtë hadith duke thënë: "Më të afërt me mua në pozitë, në vend, më të denjët për ndërmjetësim dhe më meritorët për begatit e Allahut dhe mirësitë e tij janë ata të cilët dërgojnë shumë salavate për pejgamberin alayhis salatu wassalam." Sa më shumë që e përmend pejgamberin alayhis salatu wassalam me salavate, aq më shumë forcohet lidhja jote me të dhe aq më afër do të jesh me të në ditën e Kiametit në xhennet insha Allahu azza wa jalla. Elusim Allahu na lehtësoj të i bëjmë veprat e mira, këto vepra që të jemi sa më afër Rasulullahit alayhis salatu wassalam. Allahu na falë të na mëshiroft, Allahu shpërbleft për vëmendje dhe për sabër. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.